Dhe le të lexojmë nga vargu I parë, ku na jepet kjo histori. Dhe Bibla shkruan: Dhe pas kësaj ndodhi që ai, pra Jezusi, shkonte në qytete dhe në fshatra, duke predikuar dhe duke shpallur lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë. Me të ishin të 12-tët dhe disa gra, të cilat I kishte shëruar nga shpirtrat e këqij dhe nga smundjet. Maria e quajtur Magdalen, prej së cilës pati dëbuar 7 demon, Joana, gruaja e Kuzës, administratorit e Herodit, Suzana dhe shumë të tjera, të cilat e ndihmonin atë me pasuritë e tyre. Si u mblodh një turmë e madhe dhe I erdhën njerëz nga çdo qytet, Jezusi tha një shëmbulltyr. Një mbjellës doli të mbjell farën e vet. Dhe ndërsa po mbjellte, një pjesë, pra e farës, ra gjatë rrugës, u shkel dhe zogjtë e qiellit e hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte, dhe sa po mbiu, u tha për mungesë vlage apo lagështire. Një pjesë tjetër ra në ferra, ferrat u rritën bashkë me të dhe ja zunë frymën. Kurse një pjesë ra në tokë të mirë, mbiu dhe dha frut 100 fish. Si tha këto gjëra, thirri: Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Të shohim pak më në thellësi mesazhin e këtij mësimi. Pra Zoti na thot që fara është e njëjta, është e njëtrajtshme. Pra ka disa kokra fare, por njësoj është ajo, çdo kokër kryen të njëjtin funksion. Pra nuk dallon kokra nga kokra. Kurse tokat nuk janë të njëjta. Dhe Zoti këtu na jep 4 lloje tokash, të cilat kur bashkëveprojnë me farën, sepse kështu mbin fara, kur fara bashkëvepron me tokën, secili lloj toke jep rezultate të ndryshme me farën që bie në të. Pra ky është një mësim shumë interesant për të kuptuar pak bashkëveprimin dhe për ta parë pak dhe në trajt hyjnore, se si edhe Perëndia bashkëvepron me secilin prej nesh, dhe ne do ta shohim më në thellësi më vonë në vargjet e mëpasme. Por për sa I përket tokës së parë, e cila ishte rrugë, fara ra në këtë rrugë, thot Zoti, por kjo tokë ishte e ngjeshur, ishte e ngurtë, pra e fortë, e sheshtë. Dhe fara aty nuk mbiu dot, u shkel nga njerëzit, dhe zogjtë e qiellit e hëngrën, thot. Po një farë bie në tokën e dytë, që ishte gurishte, pra çakull ose zhavor ose gjysmë dhe sa po mbiu, po ashtu edhe u tha, pra mbiu për një kohë të vogël. U tha për mungesë lagështire. Po një farë ra në tokën e tretë, që ishte një ferrishte, tokë e gjembëzuar se tokë e egjër. Dhe kjo farë çeli bim, por bima u rrit bashkë me barat e këqija ose me egjrat, dhe egjrat ja zun frymën bimës. Por e njëjta farë që kishte rënë në 3 toka të ndryshme më parë që shikojmë, bie në tokë të mirë. Dhe toka e mirë, për ata që njohin pak nga bujësia ose dim pak nga fshati, është një tokë pjellore. Qyshit e mi në fshat e quajnë edhe tokë buke. Pra tokë që jep bukë, jep pjellori. Pra një tokë e frytshme, që ka fertilitet të mirë. Dhe kur po një farë ra në këtë tokë që ndryshonte nga tokrat e tjera, jo vetëm që mbiu, thot Zoti, po dha frut, dhe jo vetëm që dha frut, por dha fryt 100 fish. Pra jo pak fryte, po 100 fish, u shumua. Çfarë ndodhi pastaj historia, që e dëgjuan të gjithë turmat? Ishin pikërisht dishepujt e tij, nxënësit e tij që I erdhën pranë dhe pyetën: çfarë do të thuash me këtë mesazh? Çfarë nuk kupton kjo histori? Dhe le të lexojmë vargjet e mëtejshme të dashur miq, nga vargu 9 deri te vargu 15, Luka kapitulli 8 që tham, dhe Bibla shkruan: atëherë dishepujt e vet e pyetën çfarë kuptimi kishte ajo shëmbulltyr. Dhe ai, Jezusi, tha: juve ju është dhënë të njihni misteret e mbretërisë së Perëndisë,
por të tjerëve me anë të shëmbulltyrave, që ata duke shikuar të mos shohin dhe duke dëgjuar të mos kuptojnë. Pra, te ky pasazh shohim, të dashur miq, që Jezusi bën një diferencim midis juve dhe të tjerëve. Pra ai ndan njerëzit në disa kategori. Janë ata që janë pranë tij, që e njohin atë, janë dhe ata që janë të tjerët. Dhe të tjerët, thotë ai, unë i flas me shëmbulltyra. Shikojnë, thotë, mos shohin dhe dëgjojnë dhe nuk kuptojnë. Pra Jezusi bën një diferencim këtu dhe fillon të hyjë në temë. Dhe te vargu 11 vazhdon. Ky është kuptimi i shëmbulltyrës dhe këtu është kryefjala e temës. Fara, thotë Jezusi. Fara pra e shëmbulltyrës është fjala e Perëndis. Dhe fjala e Perëndis, kurse pa në fillim, është e një trajçme. Pra vlen për të gjithë njësoj, ose ka qëllimin për të gjithë njësoj. Fjala e Perëndis nuk ndryshon, thot Bibla. Bota kalon, fjala e Perëndis mbetet për jetë. Është e njëjta si dje, si sot, si nesër. Zoti nuk ndryshon, fjala e tij nuk ndryshon. Pra është e njëjta në pafundësi, në përjetësi. Por, thot Zoti, fara është fjala e Perëndis, por ata pra, njerëzit përgjatë rrugës, pra toka e parë, rruga, janë ata njerëz, këtu po e shtoj për ta kuptuar, janë ata që dëgjojnë fjalën, por pastaj vjen djalli dhe u merr fjalën nga zemra e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos shpëtojnë. Pastaj vazhdon, ata mbigurishte, pra njerëzit mbigurishte, janë ata që kur dëgjojnë e presin fjalën me gëzim, por ata nuk kanë rrënjë. Besojnë për një farë kohe, por në momentin e sprovës tërhiqen. Pjesa tjetër që ka rënë ndër ferra janë ata që dëgjuan fjalën, por gjatë rrugës u zën frymën shqetësimet, pasuritë dhe kënaqësitë e kësaj jete, dhe nuk arrin të piqen. Por pjesa që ra në tokë të mirë janë ata që pasi e dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër të ndershme dhe të mirë, dhe japin frut me qëndrueshmëri. Pra shikojmë, të dashur miq, se si Zoti kategorizon farën njerëz, që është fjala e Perëndis, dhe është e gjallë dhe vepruese dhe është e përjetshme dhe vlen për të gjithë, por gjithashtu kategorizon këto 4 lloje tokash me 4 lloje njerëzish. Ndaj, te disa vargje më poshtë ai shpreh pikërisht duke thënë që bëni kujdes se si dëgjoni. Dhe kujdesi nuk kupton pikërisht që të jemi të vetëdijshëm, të kemi një ndërgjegjje të pastër për të ditur se si reagon zemra jon ndaj fjalës së Perëndis. Dhe ne këtu do ndalemi për të parë pak 4 llojet e tokave ose 4 llojet e zemrave. Pra këtë na thot Jezusi, fjala e Perëndis është fara që i përmendi, ndërsa 4 tokat në fakt janë 4 lloje zemrash. Nëse shohim këtë ilustrim këtu, i cili është thjesht ilustrativ, është pikërisht për të dalluar qoftë edhe nga ana pamore që këta 4 individ që ne shohim, këto 4 zemra që ata mbajnë, të 4 kanë dëgjuar të njëjtën fjalë, por tek secili prej tyre, te secila zemër që ata mbajnë për brenda, fjala e Perëndis nuk lë të njëjtin efekt. Madje fillon që nga efekti negativ deri tek efekti që Zoti dëshiron të na japi, dëshiron të japi jetës tonë me fjalën e tij të gjallë dhe vepruese. Dhe le ti marrim me radhë të 4 zemrat për të parë se si reagon zemra e gjithë secilit ndaj fjalës së Zotit. Dhe kemi rastin e parë, ata përgjatë rrugës janë ata që dëgjojnë fjalën, thot Zoti, por pastaj vjen djalli dhe u merr fjalën nga zemra e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos shpëtojnë. Pra shohim reagimet e zemrës në këtë rast të një personi i cili nuk e kupton fjalën e Perëndis. Ky është kategoria e parë e personit. Një person që dëgjon ungjillin, e dëgjon lajmin e mirë, e dëgjon që Zoti erdhi për të shpëtuar njeriu, jo prej veprave të tij,
po vetëm fal hirit që ka vetë Zoti, fal mëshirës dhe dashurisë që Zoti kërkon të na japi. Prandaj shkoi edhe në kryq dhe u ngjall të tretën ditë për t'i dhënë këtë lajm botës. Dhe ishte historia më e madhe dhe mbetet historia më e madhe që ka njohur njerëzimi. Aq sa edhe vitet kalendarike u ndryshuan me kategorizimin para lindjes Krishtit, pas lindjes Krishtit, sepse realisht u hap një kapitull i ri për njerëzimin. Njerëzimi filloi të njihte një shpresë. Por sado që ndodhen gjithë këto gjëra, sado që shumë të krishterë, etrit e kishës tanë, u martirizuan, prap ka njerëz, kishte dhe vazhdon të ketë njerëz të cilët nuk e kuptojnë Ungjillin, nuk e kuptojnë këtë histori, nuk e kuptojnë fjalën e Zotit ose nuk duan ta kuptojnë. Dhe kjo është zemra e parë, toka e parë. Pra nuk duan të kuptojnë, nuk duan të besojnë, nuk lidhen dot me fjalën. Dhe këta janë pikërisht ata njerëz të cilët janë të lëkundur në besimin e tyre. Po pse janë të lëkundur? Sepse duke qenë zemër ngurtë, pra duke qenë fokusuar tek vetja e tyre, tek egoja e tyre, ata i lënë vend djallit. Dhe djalli i ka shumë të lehtë për t'i mposhtur këtë lloj zemre, duke të ngurtësuar akoma dhe më tepër, duke të çuar të njëri më tepër tek vetpëlqimi dhe duke e lënë Zotin jashtë jetës së tij. Prandaj Jezusi e përmend shumë qartë. Këta e dëgjojnë fjalën, thotë, por vjen djalli, pra e përmend, është djalli, pikërisht djalli, i cili u merr fjalën nga zemra e tyre. Përse e bën djalli këtë gjë? Djalli e bën sepse është në luftë me Perëndin. Dhe duke qenë në luftë me Perëndin, është në luftë edhe me krijesat e Perëndis. Në njërin krah është drita që është Perëndia, që kërkon që secili të vijë në njohjen e së vërtetës, që mund ta bëjë të lirë dhe të çon drejt shpëtimit, drejt parajsës, drejt jetës së përjetshme në harmoni me Perëndin, paqes së përçosur. Në krahun tjetër është i ligu, Satani, i cili ka qenë dikur një angjëll dhe njeh shumë mirë natyrën e Perëndis, por në krenarinë e tij ra, pra është një angjëll i rënë dhe u bë Satan. Ky angjëll që dikur u bë krenar e ka shumë të thjeshtë ti përvetsoj krenarët. Dhe çfarë bën ai? U merr fjalën e Perëndis, që është i vetmi mjes shpëtimi, lajmi i mirë, nga zemra e tyre që fjala mos mbi, ata të mos besojnë përse që ata të mos shpëtojnë. Ky është qëllimi i djallit. Dhe këta njerëz normalisht lëkunden besim. Njërë dëgjojnë, njërë besojnë, pastaj besojnë, pastaj dëgjojnë, pastaj harrojnë, janë gjithmonë në lëkundje, jo sepse le të themi është problemi tek fara, që është fjala e Perëndis, por sepse është lufta e tyre shpirtërore që nuk i le ata të qetë shpirtërisht, që fjala të mbi në zemrën e tyre. Tek 1 Pjetri 5 vargu 8 dhe 9, në Bibël shkruhet qartë, Pjetri bën thirrje të krishterëve të hershëm të asaj kohe. I thotë, jini të përmbajtur, rini të zgjuar, sepse kundërshtari juaj, thotë djalli, kundërshtari juaj, sillet rreth e qark, si një luan vërmbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Kundërshtojeni, thotë, duke qëndruar të patundur në besim, pra jo të lëkundur, të patundur në besim, kështu kundërshtohet djalli, sepse e dini që të njëjtat vuajtje po i heqin vëllezërit tuaj të shpërndarë në përbot. Pra Zoti me anë të apostullit Pjetër këtu komunikon me ne që e besojmë fjalën, thot rrini të patundur në besim, sepse dhe rikujton që kundërshtari jon në këtë rrugtim shpirtëror është djalli, i cili është gjithkohës në punë për të përpirë shpirtrat që ka krijuar Perëndia. Tek Efesianët 4:26-27 jepet një tjetër aspekt, zemëroni, thot apostulli, por mos mëkatoni. Perëndimi i diellit të mos u gjetë të zemëruar. Pastaj mbyll, mos i bëni vend djallit. Është interesante miq, fjala zemërim e ka burimin pikërisht në zemra që ne po flasim. Kur një njeri zemërohet, tregon që ai mendon vetëm për vete. Dhe e ka inatin me të tjerët. Madje e ka inatin në çdo gjë, vetëm e vetja t'i dali. Dhe këtu Zoti na ka lënë një liri, thotë zemërohuni. Ai e di natyrën tonë, di që njerëzit zemërohen. Dhe nuk do Perëndia ti frustrojë njerëzit, ti kontrollojë njerëzit. Perëndia të lirë, por ama thotë mos mëkatoni.
që do thot mëkati është mos mbaj inat me tjetrin, mos u zëmëroj gjatë me tjetrin. Dhe nëse mban inatin më shumë se një ditë, si thot vargu, personi i bën vend djallit në zemrën e tij. Pra ja shet shpirtin e tij satanit, duke u zemëruar dhe duke mos u rikthyer në besimin e pastër, mos i hapur zemrën Zotit. Dhe si të tillë, në këtë egocentrizëm dhe në këtë krenari të dashur miq, Perëndia nuk ndihmon dot njeri. Bibla flet qartësi. Nëse njeriu është egoist dhe krenar dhe zemërohet dhe i lë vend djallit dhe nuk kundërshton satanin, duke i qëndruar fjalës së Zotit, atëherë Perëndia e ka të pamundur, sepse tham që fjala e tij bashkëpron me zemrën e personit. Nëse zemra nuk i lë vend fjalës së tij, është e pamundur që Zoti si të thuash, ta çojë këtë njeri drejt kundra, le të themi, asaj çfarë ky njeri ka një zemër. Tek Hebrejve 11:6 na thot një tjetër gjë pikërisht për të që po flasim, thot, edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që afrohet Perëndis duhet të besojë që Perëndia është dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë. Amen. Një person egoist, një person krenar nuk e kërkon Perëndin. Ai bazohet tek vetja. Dhe është e pamundur që për një person që nuk i beson Perëndis, që ai është Perëndia, është i vërtetë, është i gjallë, është krijuesi i jetës, dhe do që t'i shpërblej dhe t'i shpëtoj të gjithë ata që vinë në njohjen e së vërtetës. Ky person është e pamundur që t'i pëlqejë Perëndis. Jo më kot të dashur motra vëllezër, e dim na Bibla që pikërisht egoizmi dhe krenaria është pikërisht dhe doktrina satanike. Ato që sot quhen dhe si kisha satanike, këtë kanë mësim, dhe kjo vlen edhe për ju dashur miq që dëgjoni. Satanistët nuk thonë adhuro Satanin dhe nuk bëjmë keq ta përsërisim, thonë adhuro veten tënde. Dhe ky është mësimi i parë që Satani në formë gjarpri i ka dhënë njerëzit e parë që tek libri i Zanafillës në Bibël. Dhe është e pamundur për njerëz të tillë që të ndihmohen nga Perëndia. Shkojmë tek zemra e dytë, toka e dytë. Ata mbigurishte janë ata që kur dëgjojnë e presin fjalën me gëzim, por ata nuk kanë rënjë. Besojnë për një farë kohe, por në momentin e sprovës tërhiqen. Çfarë ndodh tek zemra e këtij njeriu? Zemra e tij reagon gjithashtu ndaj fjalës së Perëndis. Por ndryshe nga zemra e parë, këta e dëgjojnë fjalën dhe gëzohen, pra e presin me gëzim dhe e nisin me sinqeritet të madh rrugtimin e tyre, më falni, në besim. Por gjatë rrugës nuk rriten në besim. Pra mbetet si një bim e cila nuk rritet më dhe nuk disiplinohen dot shpirtërisht. Pra ka një mangësi disipline, siç janë fëmijët, siç janë foshnjat. Pra beten foshnja në krishtërim. Dhe kjo ndodh sepse Bibla na mëson në të tjera pasazhe që këta nuk thellohen në bindje ndaj fjalës së Perëndis. Pra mund ta dinë dhe fjalën e Perëndis, mund ta dinë mesazhin e saj, por nuk i binden fjalës së Perëndis. Dhe në sipërfundim, Jezusi thotë që në momentin e sprovës, që do të thotë kur ata hasin tundime, nuk i përballojnë dot këto tundime, sepse nuk janë stërvitur shpirtërisht, nuk janë forcuar shpirtërisht dhe largohen nga besimi. Njerëz të tillë mund të vinë edhe në kish, mund të thonë që janë vetë krishterë. Ndoshta edhe jo. Por ama besimi i tyre nuk është i frytshëm. Te 1 Korintasve 10:13, apostulli Pjetër i shkruan krishës Korint duke thënë: ta konsideroni një gëzim të madh, më fal apostulli Paul, lavdi Zotit, ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezërit e mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pasje dhe met. Pra Bibla, Zoti me fjalën e tij, përmes frymës së tij në apostujt që ai zgjodhi, thotë që kur përballemi me sprova, përballemi me tundime, i krishteri duhet të reagojë ndryshe, duhet të reagojë me më shumë besim. Dhe madje thotë,
kur hasni sprova, duhet i përballoni me gëzim të madh, thot, pra jo thjesht gëzim të madh. Pse? Sepse këto besimi i krishterë nuk është një besim që nuk njeh sprova. E pam tek pasazhi i parë, lufta e krishterit është me shpirtrat demoniak, me princin e erave, thot Bibla. Pra si çdo Zoti t'i ndihmojë njerëzit, ashtu do dhe Satani t'i shkatrojë. Pra është një luftë shpirtërore midis të mirës dhe të keqes, dhe nuk është e lehtë si fillim të pakën, por edhe në vazhdim. Ndaj njeriu duhet të jetë gjithmonë i lidhur me fjalën e Perëndisë, që është fara jetëdhënëse, që e forcon zemrën e tij, e forcon shpirtin e tij, mendjen e tij. Dhe një njeri që nuk është i forcuar në perëndishmëri, nuk është i stërvitur, nuk është i disiplinuar në bindjen ndaj fjalës, këtu thuhet që sprova e besimit tek ai nuk sjell qëndrueshmëri, por sjell largim nga besimi. Pra ai nuk mundet dot më ta ndjekë Krishtin. Ndërkohë që Krishti në fjalën e tij thotë, sprova e besimit tuaj duhet të sjellë qëndrueshmëri. Pra me këto sprova ti duhet forcohesh. Prandaj dhe Zoti lejon. Dhe kjo qëndrueshmëri që do vitë ty, bëhet thotë që ti të bëhesh i përsosur në veprat e tua, dhe të jesh i përsosur, dhe të jesh i plot, dhe të jesh pas një të met. Pra sprovat e besimit të krishterë, sepse duhet theksojmë që Satani nuk bën dot gjë pa lejuar Perëndia. Dhe Perëndia nuk le njerit të provohet për te mundësive. Lejohet nga Zoti pikërisht për të qëllim që na thot Bibla, që të bëhemi të përsosur, të bëhemi të plot dhe pas një të met, të bëhemi të shenjtë, siç është Zoti i shenjtë, siç vuajti Krishti, të vuajë dhe krishteri, në mënyrë që të bëhet një me natyrën e Perëndisë, i shenjtë, pas një të met. Por këta njerëz, ndonse të gëzuar në fillim, dorëzohen tek sprova e parë. Tërhiqen nga besimi. Krishtërimi duket i vështirë, i duket si një gjë që i kufizon. E shumë arsye të tjera. Por ama arsyeja kryesore është zemra e tyre, e cila sulmohet nga Satani. Në këtë zemër shohim brishtësi, pra një zemër të brisht dhe melankolike. Te kjo zemër bie fuqia e fjalës, fjala e Perëndisë kërkon një zemër të qëndrueshme, një zemër që i reziston sprovave dhe jo vetëm kaq, po i merr me gëzim sprovat. Siç gëzoheshin dhe apostujt në kishën e parë, kur edhe pse u rrahen nga Sinedri, ata dolën me gëzim të madh se than amen, ne po vuajmë në sajt të Zotit ton Jezus Krisht. Çfarë na tha Zoti, po realizohet dhe ata u gëzonin. Kuptoni çfarë fuqie ka fryma e Krishtit. Por një zemër e brisë melankolike nuk mundet dot të jetë e qëndrueshme. Dhe fillon prodhon justifikime, shtirje, fajsime, viktimizime, gjithçka që të çon drejt mosbesimit. Prandaj dhe Jezusi thotë që këta do të tërhiqen. Te 2 Timoteu 3:5, Pali bën një thirrje për kohët e fundit kur thotë disa njerëz që do bien nga besimi, do jenë të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së fjalës së saj, dhe nga këta largohet. Prandaj thashë, ta njerëz mund të jenë edhe të quajtur të krishterë, por pra në dukje si jashtëmi, po janë mohues të fuqisë së Perëndisë, nuk i besojnë që Perëndia mund të bëjë mrekulli me jetën e tyre. E kanë humbur besimin që Perëndia mund ta transformojë jetën e tyre, mund të transformojë zemrën e tyre, mund të ndryshojë karakterin e tyre. Te 1 Korintasve 3:1-3 shkruhet: "Dhe unë, o vëllezër, nuk mund t'ju flas si njerëz frymëror, por ju fola si njerëz të mishit, si foshnja në Krisht. Ju dhash qumësh për të pirë, edhe nuk ju dhash ushqim të fortë, sepse nuk ishit në gjendje të asimilonit. Madje edhe tani jo, sepse jeni akoma të mishit. Në fakt, sepse midis jush ka smir, grindje e përçarje, e nuk jeni të mishit. A nuk jeni të mishit dhe a nuk esin sipas mënyrës së njerëzve? Pra edhe në kishën e hershme ka pasur të quajtur të krishterë të tillë që në fakt Pali thotë që jeni foshnja në besim, pra nuk jeni rritur, keni mbetur vend numëro. Dhe si të tillë po flas me ju si njerëz të mishit, si jo besimtar. Dhe zemra juaj përprodhon smir, grindje, përçarje kështu me radhë. Jezusi na ka lajmëruar edhe për këtë lloj zemre, lavdi Zotit.
Zemra e tretë, të dashur miq, që të ecim pak edhe shpejt dhe mos t'ju marr shumë kohë, por ndërkohë të marrim dhe mesazhin e Zotit, lavdi Zotit, është zemra e tretë, toka e tretë. Më saktë, pjesa që ka rënë ndër ferra, thot Zoti, janë ata që dëgjuan fjalën, por gjatë rrugës u azën frymën shqetësimet, pasuritë dhe kënaqësitë e kësaj jete, dhe nuk arrin të piqen. Pra reagimet e zemrës tu, prap njerëz që dëgjojnë fjalën, si jashtkishe, si brendakishe, Bibla na e prases kurse pandet Korinta si që ndodhe edhe brëndankish, por jashtkishe, sidomos gjatë ungjillizimit, ndarjes fjalës së Zotit. Pra dëgjojnë fjalën dhe besojnë, pra praktikisht besojnë, janë besimtar të Jezu Krishtit. Por gjatë rrugtimit të Zotit nuk piqen shpirtërisht. Dhe duke mos u pjekur shpirtërisht, nuk çelim pra ato që ne njohim si frytet e frymës së shenjtë, që Zoti i kërkon të çdo dishepull i tij, që lidhen me dashurinë, drejtësinë, shenjtërinë e të tjerë, pra me pak fjalë me natyrën e Perëndisë. Tek Ungjilli sipas Jonit, kapitulli 15, vargu 1-2, Jezusi jep një tjetër shembull ku thot: "Unë jam hardhia e vërtet", thot, "dhe ati im është vreshtari." Pra një shembull ngjashme me farmbjellësit. Dhe çdo sherment, pra i referohet të rrushit, që nuk jep fryt në mua, pra në ardhi, ai pra ati im e heq, thot. Kurse çdo sherment që jep fryt, e krahasit që t'i jap më shumë fryt. Pra shohim se si përputhen këto paralelizma në këtë mesazh hynor të Zotit. Pra thot, ka njerëz që qëndrojnë tek unë, thot, por në momentin që nuk japin fryt, në momentin që nuk piqen shpirtërisht, nuk janë të maturuar në krishterrim, atëherë thot Perëndia i heq nga unë. Nuk janë më të tit, nuk janë më të Krishtit. Dhe kjo ndodh sepse kjo zemër, motra dhe vëllezër, të cilës ja zën frymën shqetësimet e jetës, pra bëhen interesat e jetës ndonjëherë më të rëndësishme se interesat e Perëndisë. Bëhen sukseset e kësaj bote më të rëndësishme se sa jeta me Jezu Krishtin. Bëhen pasuritë materiale më të rëndësishme se mbretëria e Perëndisë. Bëhen kënaqësitë e kësaj jete, hedonizmi, qefet, argëtimet, bëhen më të rëndësishme se sa shërbimi ndaj tjetrit, shërbimi ndaj vllajt, motrës, njerëzve të ndryshme, të varfër. Jetimve dhe jetim janë të gjithë, motra e vëllezër. Kur Zoti thotë janë Perëndia e jetimve, besoj se Bibla na thot jo vetëm ata që s'kanë nënë dhe baba, po ata që s'kanë Zotin janë jetim, motra e vëllezër. Dhe kur një njeri jepet pas qefeve, dëfrimeve, pasurive, sukseseve materialiste të kësaj bote dhe harron jetimet e Perëndisë, harron shërbimin që duhet i bëjë Perëndisë, duke shërbyer njëri tjetrit me thjeshtësi zemre, ky njeri bëhet hipokrit. Dhe jo vetëm kaq, po Bibla na thotë që këta njerëz realisht rebelohen ndaj Perëndisë. Flet Zoti te zbulesa, libri i fundit i Biblës, më dhe shumë. Por pse rebel? Sepse këta kërkojnë të shërbejnë edhe Krishtit në zemrën e tyre, por edhe lakmive të tyre dhe mëkatit. Pra siç i shërbejnë mëkatit, ashtu i shërbejnë dhe Krishtit. Por ky është pikërisht një rebelizëm, sepse praktikisht këta krijojnë dhe një zot me zë të vogël tjetër në zemrën e tyre, që mund të jetë vetja e tyre, mund të jenë idhujtaritë e tyre, gjëra materiale që ata pëlqejnë në jetën e tyre, mund të jenë dëshira për të pasuruar, e kënaqësitë të tjera, dembelizmat e shumë lloje të tjera që na japin që kjo jetë i ka me bollëk. Tek Ungjilli sipas Mateut 6, vargu 24, Jezusi flet prapë qartë në një shembull tjetër dhe paralajmëron, mos harrojmë, ai na do aq shumë sa përveç bekimit të tij, ai edhe na jep paralajmërimet e tij. Prandaj njihet si ati ynë. Dhe këtu është paralajmërimi tjetër ku ai thotë: askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrej njërin dhe do të doj urrej njërin dhe do të doj tjetrin, ose do t'i qëndroj besnik njërit dhe do të përçmoj tjetrit. Nuk mund t'i shërbeni, thot, edhe Perëndisë, edhe Mamonit. Dhe Mamoni është sistemi i botës, Babilonia e vjetër, që
ende në luks të shfrenuar, në qefe, në imoralitet, në blasfemira, në idhujtarira, dhe zotin e tyre me zot vogël kishin paran, pra kishin bollokun, mirëqenien, pasurinë financiare, dhe ai ishte zoti i tyre. Pra paraja i komandonte, pushteti gjithashtu, dhe qefet sensuale. Dhe Jezusi thot, nuk i shërben dot edhe Perëndis, edhe Babilonis. Ose do urresh njërin do të duash tjetrin, ose do jepesh pas njërit, do lësh pas dore tjetrin. Prandaj është hipokrizi, po edhe rebelizëm. Dhe ne shohim edhe Perëndin në 10-ën e vjetër se si çfarë qasje kishte ndaj atyre popujve që kryenin këto lloj le të themi idhujtarish. Tek Ungjilli i Gjonit 2:15-16 jepet një tjetër shprehje ku na thot mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Në qoftë se ndokush do botën, dashuria e atit nuk është në të, sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk vjen nga ati, por nga bota. Pra Zoti asnjëherë thot mos jetoni në botë, po thot jeni dritë për botën. Por ama mos ta doni modelin e botës, mos t'i doni ato vlera në thonjza që bota ju jep. Sepse në qoftë se do këto gjëra, nuk do duash dot, nuk je në dashurinë e Perëndis. Dhe tek Zbulesa 3:15-17 që përmendëm pak më parë, Jezusi këtu referohet njerëz prej kishave dhe i thot: "Unë njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do doja ti ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftohtë as i ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime, sepse ti thua unë jam i pasur, u pasurova dhe s'kam nevojë për asgjë. Edhe nuk e di se ti je qyqar e mjeran, i varfër, i verbër dhe i zhveshur." Këtu Jezusi flet krishterëve më vëllezër, kohëve të fundit, të cilët ishin të pasuruar materialisht dhe thoshin nuk kam nevojë për asgjë. Pra kishin bërë një zot tjetër, ishin rebeluar Zotit vërtet dhe jetonin një krishtëri me hipokrizi. Pra edhe kjo zemër, thot Jezusi, nuk piqet, nuk jep fryte për Perëndin. Por ama kemi dhe zemrën e katërt, dhe këtu po vim afër fundit, lavdi Zotit. Por pjesa që ra në tokë të mirë, thot Zoti, janë ata që pasi dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër të ndershme dhe të mirë dhe japin fryt me qëndrueshmëri. Pra shikojmë këtë zemër e cila jo vetëm e dëgjon fjalën, por e dëgjon me kujdes për ta kuptuar fjalën e Zotit. Pra jo thjesht dëgjon, hajde dëgjojmë Biblën dhe ta kuptoj çfarë do t'i thotë Zoti nëpërmjet Biblës. Zoti po i flet nëpërmjet Biblës. Dhe pasi e kuptojnë, e besojnë fjalën. Por jo vetëm kaq, kujdesi tyre është akoma dhe më i madh. Është se i tregtari që shiti gjithë pronat dhe vloat perlën, që ishte mbretëria e Perëndis, që është një tjetër shembull që Jezusi jep. Pra e dëgjojnë, e kuptojnë, e besojnë dhe pastaj e ruajnë fjalën e Zotit. Bëjnë kujdestar të fjalës së Zotit. E ruajnë si gjën më të shenjtë, si ç'është e vërtet, si sytë e ballit. Zemra e tyre përulet, zemra e tyre zbutet, dhe Zoti thot bëhet e ndershme dhe e mirë, teksa e ruan këtë fjalë. Pra rojtarët e kësaj fjale bëhen të mirë dhe të ndershëm dhe japin fryt me qëndrueshmëri, thot Zoti. Dhe këtu përmbushet pikërisht urdhrimi i Zotit, që thot nuk më keni zgjedhur ju mua, ju kam zgjedhur unë juve. Pra ai na thret me fjalën e tij dhe ju kam thirrur të jepni fryt, që fryti juaj të jetë i qëndrueshëm, thot. Pra Zoti kërkon fryte, po të jemi të qëndrueshëm. Tek Psalmi 105 të dashur miq, në Bibël, vargu 19, na përmblidhet më së miri jo vetëm kjo kategori zemre, por të gjithë kategoritë. Të katërta, ku thot fjala e Zotit e vuri në provë, derisa u plotësua ajo që kishte thënë. Pra Zoti na vën në provë, më vëllezër. Këtë duhet ta kuptojmë, po jo vetëm kaq, duhet ta besojmë dhe duhet ta ruajmë, thot Zoti. Do kemi sprova të besimit, sepse Zoti nuk duron dot hipokrizi, nuk duron dot të gjitha ato që panë në fillim, egocentrizëm, ato melankolit, fajsimet e të tjerëve kështu me radhë. Besimi ynë gjithmonë do sprovohet, sa të vërtet jemi. Dhe pasi fjala e Zotit na vën në provë, sikur se thot psalmisti,
na vën në provë derisa plotësohet ajo që Zoti ka thënë. Tani, ndashta besojmë dash që Zoti ka thënë, do vjeni në provë gjithkohën derisa të plotësohet ajo që është thënë. Dhe ky njeri i cili pasi dëgjon fjalën e Zotit, e ruan si gjën më të shtrenjtë, sikurse është, në një zemër të ndershme dhe të mirë, të përulur dhe të zbutur, ky njeri fiton shenjë të ri. Pra bëhet i shenjtë, përulet dhe jep frytet perëndishme në jetën e tij. Jo sepse e bën ky njeri, por ky e lejon fjalën e Zotit të depërtojë në thellësinë e zemrës së tij dhe ta transformojë atë, ta ndriçojë atë. Ndaj dhe ky njeri bëhet dritë e botës. Prandaj Jezusi thotë, bëhuni dritë e botës. Pra të ndrish, të biesh në sy, që je ndryshe, je tjetër, je tjetër gjë. Që të dallosh të tjerëve, të rezatosh mirësinë dhe shenjtërinë e Krishtit. Këtë mrekulli e bën fjala e Perëndisë. Dhe kjo mrekulli është e hapur për të gjithë. Por Zoti në mësimin e tij këtu na thotë që jo të gjithë do ta pranojnë fjalën e Perëndisë për atë që ajo është në të vërtetë. Sepse do jenë të zënë me shqetësimet e tyre, do jenë të zënë me jetën e tyre më tepër se sa me bekimet që Perëndia do t'i japi për jetën e tyre. Kujtojnë se mund t'ja dalin vetë e të tjera gjëra që Bibla na thotë me shumicë. Te Luka 8:16-18 Jezusi pra e përfundon këtë mësim që ne e ndam sot me hirin e Zotit dhe pikërisht flet për këtë kategori besimtari, të ndriçuarin nga fjala e Zotit. Dhe thot, askush pasi të kem ndezur llampën, nuk e mbulon me një enë ose e fut në shtrat pra llampën, por e vën mbi mbajtsen e vet, përse me qëllim që ata që hyjnë të shohin dritë, sepse nuk ka asgjë të fshehtë që nuk do të zbulohet, as sekret që të mos njihet dhe të dalë në dritë. Prandaj thot, tregoni kujdes se si dëgjoni fjalën e Zotit. Sepse thot, atij që ka një zemër për Zotin, do t'i jepet, kurse atij që nuk ka, do t'i hiqet edhe ajo që kujton se ka. Pra tregoni kujdes thot Zoti, me qëllimin që të ndriçoheni nga fjala ime, që të bëheni dritë për botën dhe ata që vinë të shohin dritën dhe të adhurojnë Perëndin. Pra Zoti do të na përdori për lavdinë e tij, lavdi Zotit. Dhe të bëjmë përmbledhje motra e vëllezër të këtij mësimi që ndam nga Zoti Krisht. Këtu ndahet errësira nga drita. Kemi në krau i majt errësirën që është bota dhe fetarizmi, janë pjesës e njëjtës gjë, pjesës e njëjtës monedë. Pra si bota që nuk e beson Zotin ose krijon zotra të tjerë, edhe fetarizmi që nuk i bindet Krishtit, por i bindet veprave të veta dhe ritualeve. Dhe kujtojnë se shpëtimi vjen nga ritualet caktuara dhe jo nga vepra e Perëndisë në Jezu Krishtin. Këtu shëmbëtyra na thotë që ecin errësirë. Pra kemi zemrën e ngurtë, e cila nuk e dëgjon fjalën e Perëndisë, as ndonjëherë dhe s'do ta dëgjojë fjalën e Perëndisë, mund të bezdisët në fjalën e Perëndisë. Si redoj nuk e kupton, as ka për ta kuptuar sepse nuk e dëgjon me zemër. Dhe ky njeri që është i ngurtë në zemër, egocentrik, mendon se ka gjithmonë të drejtë. Pra i di gjërat më mirë, di më shumë, madje mendon mund ta gënjejë dhe mendja se edhe Satani është baba i gënjeshtërës në këtë Bibla. Që i di gjërat më mirë se Zoti, i di gjërat më mirë se Bibla. Këtë prodhon egocentrizmi, që ngurtëson zemrën dhe Satani ka kontroll te kjo zemër. Kemi pasaj zemrën e brisht, fillon shpejt në besim, e merr me vrull, por nuk llogarit kostot, si thot Zoti. Esën ngadalë pasaj në krishtërim dhe nuk e mbaron dot garën. Dhe harron dashurinë e parë, sikurse na thot Zoti të zbulesa, në fakt. Prej brishtësisë dhe melankolisë që ka, duke fajsuar rrethanat apo të tjerë dhe nuk sheh tek zemra e tij. Ndërkohë kemi zemrën e rebeluar, e cila është pjesërisht me Zotin, por lë vend të madh për dëshirat e botës. Kjo prodhon vaktësi dhe hipokrizi. Madje Zoti sheh rebelizëm te kjo zemër
Dhe ai e përmendet te 10 vjet kur thotë unë jam perëndi xheloz dhe dënon këtë si dhujtari. Ndërsa ata që ecin në dritë, ata nuk ecin me botën, po ecin me Krishtin, të dashur miq, sepse Krishti është drita e botës dhe është i vetmi që ka thënë, unë jam drita e botës. Kush vjen tek mua, thot, unë do t'i jap të haj nga pema e jetës dhe do eci për jetë në dritë. Dhe nëse ishte një popull që jetonte në errësirë, tashmë e njohi dritën dhe do jetë dritë edhe për të tjerët. Ky person ecën në dritë sepse ecën me Krishtin. Pra nuk e bën ai punën, sikurse e bëjnë tre të tjerët, por e bën Krishti brenda zemrës së tij. E bën fjala e Perëndis që banon në zemrën e tij dhe e gjallëron këtë zemër, e pastron këtë zemër. I jep pasaj një tjetër dimension, i jep ligjin e Perëndis në këtë zemër dhe e ngjall për ta bërë të zemër të jashtëzakonshme. Këto mrekulli bën Perëndia dhe gjatë gjithë Biblës ne shohim transformime të jashtëzakonshme, se si zemrat e njerëzve transformohen, karakteri i tyre ndryshon, bëhen njerëz të tjerë. Ne dim rastin e Saulit si fal, po ka raste të tjera, shumë raste se si Perëndia bën mrekulli te zemrat e njerëzve vetëm me fjalën e tij. Kjo zemër është e qëndrueshme, ndryshe nga të tjera, sepse është dedikuar tërësisht ndaj fjalës së Krishtit. Pra, jo se nuk bën gjëra të tjera, sepse në botë jeton edhe ky njeri, se vetë Zoti e thot, jetoni në botë, por të ruheni nga i ligu, i lutej atit tij, por ama i ka vënë fronin mbretëror të zemrës tij, ka dhënë Krishtit. Pra është dedikuar Krishtit. Zoti është i pari në hierarkinë e vlerave të tij. Jeta e tij fillon me Zotin, mbaron me Zotin dhe pastaj vazhdojnë gjërat e tjera. Dhe ky person korr vazhdimisht frytet e drejtësisë dhe bekimet e Perëndisë. Dhe kjo vetëm fal fjalës që banon në zemrën e tij, në brendësinë e tij. Jo më kot Zoti thot diku që ky libër i ligjit thot për fjalën e tij, mos është shkputst kurrë nga goja jote. Pra nga leximi, mendo thot për të ditë e natë, pra për fjalën time, dhe kështu thot do kesh sukses në çdo gjë që bën. Pra në çdo gjë që bën thot Zoti, po të kesh fjalën time në zemër, më saktë, ta lexosh, ta dëgjosh, ta mendosh, të meditosh për të ditë e natë thot gjatë gjithë kohës, derisa ajo të bëhet pjesë e jotja, pra se na mendja shkon në zemër, atëherë thot do kesh sukses në çdo gjë në jetën tënde. Dhe thot Zoti këtë gjë. Ai që beson këtë gjë, e sheh realisht fjalën e Perëndisë o perla që nuk ka të krahasuar me asnjë thesar tjetër. Dhe frytet e frymës së tij janë ata që Bibla na jep. Ky person ka një dashuri të natyrshme që i vjen përbrenda si një burim i gjallë. Ka gëzim në jetën e tij. Madje edhe përballë provave ky person gëzohet. Ka paqe me veten, paqe me të tjerët, paqe në çdo rrethana, sikurse kishte edhe Krishti. Ka durim, ka merrdashje, ka mirësi, besim, pra edhe besimi vjen nga fjala e Perëndisë dhe po amen, këtë na thot Bibla. Besimi vjen nga dëgjimi, dëgjimi nga fjala e Perëndisë. Zemër butësi, pra zemra ti zbutet vet kontrolli. Dhe Bibla shkon më poshtë kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Dhe këtu i referohet Pali modernizëm kur thotë nuk jeni më ndër ligj, në ligj, po jeni në hirin e Krishtit. Ndërkohë që të tjerët aty nuk po zgjatemi, kanë veprat e mishit. Mund t'i thonë dhe vetes besimtar, mund t'i thonë njerëz të mirë, jemi njerëz të mirë, mund lloj gjëra fetar në botë, suksesshëm, mund t'i vënë shumë epitete vetes. Por Zoti këtu i ndan shumë qartë këto gjëra. Prandaj thon fjala e Perëndisë është si shpata me dy te, që ndan dritën e errësirë. Dhe Zoti vetë thotë, nuk kam ardhur të sjell paqen, kam ardhur të sjell shpatën, të ndaj të mirën e keqen. Dhe veprat e tyre, sikurse thot Zoti, s'ka asgjë që nuk do zbulohet. Dhe janë vepra të mishit, nuk janë vepra të frymës. Ndyrësia, shfyrja, idhujtaria, armiqësimi, grindje, xhelozit, mërit, zenkat, përçarjet, smirat, e të tjera, janë vepra të mishit. Nuk mundet dot një krishter, që thot vetes krishter, të bëjë vepra të tilla. Nga frytet e tyre do i njihni, thot Zoti. Nuk i shpëtojnë dot Zotit më të vëllezër. Perëndia nuk vjet dot në lojë, thot fjala e tij. Çfarë mbjell njeriu atë do korr. Prandaj Zoti na thret jini dritë. Dhe si bëhemi dritë kur zemrën ja japim Zotit. Amen. Falenderojmë Zotin më të vëllezër për mesazhin e tij, që nuk lodhet së na dashuri. Dhe ai shumë na do sa na paralemëron vazhdimisht
për rrezikun që na kanoset ndaj të ligut, i cili kërkon të bëj vend në zemrën tonë. I ligu është gjithmonë në punë, motra vëllezër, dhe këtu flas për ne besimtarët e krishterë, që kemi zgjedhur të ecim me Zotin Krisht, sulmon mendjen tonë, sulmon zemrën tonë, dhe do që ta marrë këtë zemër dhe mos u ndriçojë për Zotin, por t'i jepet pas fetarizmit dhe dëshirave të botës, që në fund të çojnë vetëm tek uni, tek egoja, ku njeriu bëhet thotë jam unë dhe jo Zoti. Dhe teksa e mbyllim këtë kohë motra e vëllezër, le me hirin e Zotit le të mendojmë vetëm këto dy pyetje, të cilat unë jam i pari që i kam shënuar dhe i kam vënë një sfidë vetes si gjatë kësaj jave, do t'i kujtoj çdo ditë, duke medituar për të shëmbulltyr, por qoftë dhe për shëmbulltyra të tjera të ngjashme. Vetëm këto dy pyetje. E para, çfarë mësova sot nga fjala e Perëndis? Ne jemi dishepujt të Krishtit, motra vëllezër. Jemi nxënës të Jezusit. Dhe nxënësi është nxënës i përjetshëm. Ndoshta edhe në përjetësi, ndoshta edhe atje për ku jemi nisur. Atëherë çfarë mësova sot unë nxënës i Jezusit? Çfarë mësova nga fjala e Jezusit, mësuesit tim dhe Zotit tim? Dhe pyetja e dytë, cila tokë jam unë? Cila tokë jam unë? Çfarë mësova sot dhe cila tokë jam unë? Dhe çfarëdo tokë të jem, mos harrojmë lajmin e mirë. Gjithmonë ka shpresë me Zotin. Edhe për ju të dashur miq që na ndiqni, sado të pakuptimta, sado të ashpra, sado ndryshe nga çdo që mund të dëgjoni përreth, mund të kenë tingëlluar të vargje. Shikoni në zemrën tuaj dhe bëjni vetes këto dy pyetje. Nuk ka rëndësi sa e njihni Jezusin, nuk ka rëndësi sa e njihni nga Bibla. Vetëm shikoni zemrën tuaj, Zoti zemrën tonë do. Çfarë mësova sot nga kjo fjalë e Perëndis? Dhe cila tokë jam unë? Çfarë zemre kam unë? Dhe Zoti premton që asnjëherë nuk është vonë. Asnjëherë nuk është vonë të japësh zemrën Jezus Krishtit. Dhe kur jep zemrën Jezus Krishtit, zemra jote bëhet toka e mirë. Toka e mirë, ku fjala e Perëndis jo vetëm që mbin, por jep fryte. Dhe jo vetëm që jep fryte, por jep fryte 100 fish. Jeta bekohet, jeta plotësohet, jeta merr kuptim, dhe njeriu jeton si njeri, ashtu siç është krijuar nga krijuesi i universit, dhe jo ashtu siç e krijojnë rrethanat e jetës. Zoti ta bekojë fjalë motra e vëllezër.